تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Lutim Allahun dhul xhelal na bëjë edhe neve prej tyre. Islami, kjo fe me të cilën na ka begatuar Allah subhanahu wa taala, është fe hinore. Dhe si e tillë i përmbush nevojat që i ka robi ndaj vetës së vet, ndaj shoqërisë, po edhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Raporti i njeriut apo i besimtarit me Zotin e tij duhet të jetë çdo ditë. Andaj Allahu dhul xhelal i ka ligjësuar disa adhurime që robi të jetë i lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Për të qenë një musliman i drejtë dhe besnik, atëherë duhet t'i plotësojmë disa kushte. Muslimani i drejtë dhe besnik është ai i cili i bindet Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Çfarëdo që t'ju jap profeti, merreni, dhe nga çka do që t'ju ndalon, largoni prej saj. Nga se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga vetja e tij, mirë po çdo gjë që e flet si shpallje nga ana e Allahut dhul xhelal. Kur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjykojnë për diçka, ne nuk kemi zgjidhje tjetër veçse që të nënshtrohemi plotësisht. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Jo pasha Zotin tënd, ata nuk janë besimtarë derisa të marrin ty për gjykatës për problemet e tyre. Dhe pastaj në vetet e tyre mos ndjejnë kurfar ngushtie ndaj gjykimit tënd dhe të binden plotësisht. Pra, besimtari i sinqert dhe i drejt ju bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në urdhrat që i urdhrojnë dhe në ndalesat të cilat na ndalojnë. Besimtari i sinqert nuk mjaftohet vetëm me veten e tij, mirë po i kushton rëndësi edhe atyre të cilët i kanë nën autoritetin e tij. Don me shpëtu veten nga zjarri i xhenemit, gjithashtu edhe familjen e tij. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Rune veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhenemit. Kështu na porosit Allahu dhul xhelal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, secili prej jush jeni bari, secili prej jush jeni përgjegjës për kopën tuaj. Je përgjegjës për fëmin tanë, je përgjegjës për gruan tënde, je përgjegjës për ata të cilët i kenën autoritetin tënd. Andaj fillimisht edukoje veten, pastaj edukoje edhe familjen tënde. Besimtari i sinqert dhe i drejt është ai i cili kënaqet me kaderin, paracaktimin e Allahut subhanahu wa taala. Nga se e din që çdo sen që e godet e ka prej Allahut dhul xhelal. E ka godit diçka, s'ka pas mundësi më shmang nga jo. Nga se Allahu e ka caktuar që ajo gjë ta godas besimtarin. Nëse Allahu i jep të mira, besimtari falenderon. Nëse Allahu e godet me sprova, besimtari duron. Nëse besimtari bën mëkate, atëherë falja Allahu subhanahu wa taala i kërkon. Besimtari i sinqert dhe i drejt është ai i cili i kryen urdhrat e Allahut dhul xhelal. Është ai besimtar i cili fal 5 vaktet. Nga se Allahu dhul xhelal 5 herë në ditë na thërret që t'i bim në sejdë atij. Sa ajete në Kur'an, sa hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam tregojnë për obligueshmërinë e namazit. Ai ka hije dikujt i thot vetes musliman dhe mos i fal 5 vaktet. El ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Marrveshja mes nesh dhe jo besimtarëve është namazi.
Kush e lën namazin ka dalë prej fesë. Po ashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam, parafitironin sikur një lumë të ishte pranë shtëpive tuaja, tek i cili do të laheshit 5 herë në ditë. A do të kishte mbet ndonjë papastërti në trupin tuaj? Sahabët thanë jo. Kështu është shembulli i 5 vakteve. Përmes tyre Allahu ju a fal mëkatet. Po ashtu besimtari e kryen dhënien e zeqatit. Ata të cilët kanë pasuri, siç i shpjegoi natën e kaluar Hoxha Hadith, e kanë atë sasin minimale, nisabin, për me dhanë për ato kategori të cilat i ka përmend Allahu Dhul Xhelal. Nga se Allahu nuk e ka ndarë zeqatin prej namazit. Në shumë ajete ka përmend faleni namazin, jepeni zeqatin. Edhe zeqati është prej 5 shtyllave të Islamit. Gjithashtu besimtari kujdeset që ta agjeroj këtë muaj të bekuar Ramazan. Men sa me Ramadane imanin wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ati që agjeron muaj Ramazan me besim dhe duke shpresuar në shpërblim të Allahut, i falen mëkatet e kaluara. Kush për neve nuk ka mëkate? Sigurisht se të gjithë jemi të zhytur në mëkate. Ka ndoshta të atill që bëjnë edhe mëkate të mëdha. Mirë po Allahu përmes agjerimit na fal mëkatet. Gjithashtu, prej obligimeve është edhe kryerja e haxhillokut një herë në vit për atë që ka mundësi. Besimtari i sinqert dhe i drejt është ai i cili pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. E nuk ka muaj më të mirë për më kthy tek Allahu se sa muaji Ramazan. Allahu na thret: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." O robërit e mi, të cilët e keni tepruar me mëkate, mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut. Andaj secili të kthehet dhe të pendohet tek Allahu Dhul Xhelal. Nëse i kalon mangët farzët e Allahut, mi çon vend. Si e falu. S'ke dhënë zeqat, jep zeqat. S'ka agjeru. Ke bo mëkate, je marrë me kamat, leje kamatën. Ke pi alkohol, leje alkoholin. Ke bi duhan, leje duhanin. Ke bo gibet, leje gibetin. Ktheu tek Allahu subhanahu wa taala sinqerisht. Elusim Allahu Dhul Xhelal na përmirësoj në këtë muaj. Elusim Allahu Dhul Xhelal na pranoj veprat të cilat i bëjmë, leximin e Kuranit, namazet e teravive e kështu me radhë. Walhamdulillahi rabbil alamin.